Le të kthehemi pas në kohë, rreth 14 shekuj më parë, në Gadishullin Arabik. Kjo është historia e një transformimi të pabesueshëm që ndodhi në vetëm 23 vjet. Dhe gjithçka fillon në një botë të zhytur thellë, por thellë në errësirë. Imagjinoni pak këtë skenë. Një ditë përvoluese në shkretë të tir. Një vajzë e vogël luan e lumtur rreth babait e saj, ndërsa ai gërmon në rër. Për të, ky është një moment i rrallë dhe i çmuar, pak kohë vetëm me baban. Por, loja e saj ndërpritet brutalisht. Kur gropa bëhet mjaftueshëm e thellë, ai e shtyn brenda, dhe pa i hedhur syt asnjëherë tmerrit në fytyrën e saj, fillon ta mbulojë me dhe të nxehtë. Kjo nuk është një trillim. Ky është realiteti i tmerrshëm i asaj kohe. Kjo skenë tronditëse na çon drejtë në zemër të asaj që njihet si epoka para-islame, një kohë që historianët e përshkruajnë me një emër shumë specifik. Kjo periudhë quhej Xahiliet, që përkthehet koha e ignorancës. Tani, kur themi ignorancë, nuk e kemi fjalën për mungesë kulture apo poezi, përkundrazi, ishin mjeshtrat saj. Ignoranca këtu i riferoi mungesës së udhëzimit moral dhe shpirtëror dhe pasojat ishin katastrofike. E pra, çfarë ndodhte realisht? Vrasja e foshnjave femra ishte diçka e zakonshme. Gjakmarrjet mes fiseve mund të zgjasnin për breza të tërë për arsyet më të kota. Të fortët shtypnin të dobtit pas një pasojë, nuk ishte ligj, nuk ishte drejtësi. Dhe shpirtërisht, njerëzit adhuronin idhuj prej guri e druri, të cilët i kishin gdhendur me duart e veta. Ishte një errësirë e plotë. Megjithatë, pikërisht në mes të kësaj errësire, rritej një njeri krejtësisht ndryshe. Një njeri i cili shumë kohë para se të merrte ndonjë mesazh hynor, shkëlqente për karakterin e tij. Ai ishte Muhamedi, dhe në të gjithë Mekën ai njehej me një nofkë të vetme, El Amin, i besueshmi, i besniku. Edhe armiqtë e tij më të mëdhenj ia besonin pasurinë atij sepse e dinin që fjala e tij ishte e shenjtë. Ai ishte mishërimi i integritetit. Urtësia e tij ishte legjendare. Ka një histori fantastike për këtë. Historia e gurit të zi. Fiset e Mekës ishin gati të vriteshin me njëri tjetrin për nderin e vendosjes së gurit në Qabe. Kur situata ishte në prag të luftës, ata ranë dakord. Gjykatës do të ishte njeriu i parë që do të hynte. Dhe hyri Elemin. Zgjidhja e tij ishte thjesht geniale. Ai i bëri të gjithë pjesë të nderit dhe parandaloi një gjakdërdhje të sigurt. Kur arriti moshën 40 vjeçare, i trazuar nga padrejtësitë dhe degenerimi i shoqërisë së tij, ai shpesh kërkonte vetmi në malet rreth Mekës dhe ishte aty në qetësinë e një shpelle ku jeta e tij dhe historia e botës do të ndryshonin përgjithmonë. Në shpellën Hira, atij u shfaq engjëlli Gjibril. Dhe fjala e parë që ju shpall nuk ishte lutu apo beso, por lexo. Imagjinoni pak, në një shoqëri kryesisht analfabete, mesazhi i parë ishte një thirrje për dije, për arsimim. Ky ishte fillimi i misionit të tij, 23 vjeçar. Por, siç mund të ka merrni me mend, një mesazh që sfidonte gjithë sistemin e tyre shoqëror, ekonomik dhe fetar, nuk u prit me duar trokitje. Përkundrazi, vitet e para ishin një provë pabesueshme durimi dhe këmbgënuljeje. Fillimisht ishin talljet, pastaj abuzimet fizike, pastaj torturat. Më pas, i gjithë komuniteti i vogël musliman u vendos në një bojkot total për 3 vjet rresht, u lanë të vdisnin urije. Pikërisht atëherë, Muhamedi humbi gruan e tij dashur Hatiçen dhe xhaxhain mbrojtës Ebu Talibin, kur gjithçka duke je humbur, erdhi urdhri për t'u larguar, për hixhetin, për të lënë gjithçka pas dhe për të nisur një kapitull të ri. Arritja në qytetin e Medinës ishte një pikë kthese absolute. Fokusi ndryshoi totalisht. Nuk ishte më thjesht çështje mbijetese, tani ishte çështje ndërtimi një shoqërie të re nga themelet. Le t'i krahasojmë pak këto dy faza. Në Mekë, ata ishin një pakicë e përsekutuar që luftonte për të mbijetuar. Në Medinë, ata formuan një shtet. U hartua kushtetuta e Medinës, e para kushtetute e shkruar në histori, që u garantonte liri dhe të drejtat të gjithëve, përfshirë edhe fiset hebreje. Thirrja nuk bëhej më fshehurazi, por hapur. Por rreziku nga Meka nuk ishte larguar. Ata donin ta shuanin këtë lëvizje të re, një herë e mirë. Dhe kjo çoi në konfrontimin e parë të madh ushtarak. Ky numër përfaqëson diçka të jashtëzakonshme. Në betejën e Bedrit ishin vetëm 313 musliman, të veshur keq, të parmatosur mirë. Përballë tyre,
Një ushtri e fuqishme dhe e stërvitur me 1000 kurejshitë, matematikisht ishte e pamundur. E megjithatë, fitoria e tyre ishte aq vendimtare sa që ndryshoi përgjithmonë ekuilibrin e forcave në të gjithë Arabin. Vitet kaluan, betejë u bën, aleanca u krijuan, dhe më në fund erdhi momenti kulmor, kthimi në Mekë. Të gjithë prisnin një lumë gjaku, një hakmarrje të tmerrshme. Por ajo që ndodhi la pa fjalë të gjithë botën. Ai u kthye në qytetin që e kishte për zën, në krye të një ushtrie prej 10.000 vetësh. Ai mund të bënte ç'të donte, por hyrja në Mekë u bë pa derdhur asnjë pikë gjaku. Paqësisht, ishte një nga çlirimet më paqësore në analet e historisë. Dhe pastaj, ai bëri diçka edhe më të pabesueshme. Shpalli një amnisti të përgjithshme. Shkoni, jeni të lirë, u tha ai atyre që e kishin torturuar dhe kishin vrarë shokët e tij. Ai fali edhe Vakshion, njeriu që i kishte vrarë xhaxhain e tij të dashur, Hamzën. Ky nivel mëshire ishte i paimagjinueshëm për atë kohë dhe vend. Në pelegrinazhin e tij të fundit, para rreth 100.000 njerëzve, ai mbajti predikimin e tij të famshëm të lamtumirës. Dhe këtu ai përmblodhi thelbin e mesazhit të tij, një thirrje radikale për barazi. Në një shoqëri të bazuar tek fisi dhe raca, ai deklaroi se vlera e një njeriu qëndronte vetëm tek karakteri dhe veprat e mira. Dhe kështu rrethi u mbyll. Ai baba që dikur e varroste të bien të gjallë, tani do të ishte i pari që do të luftonte për të mbrojtur të drejtat e saj. Fiset që vriteshin me njëri tjetrin tani ishin vëllezër. Shoqëria e xahilijetit e zhytur në errësirë u transformua rrënjësisht. Kjo na lë me një pyetje thelbësore për të menduar. Pavarësisht nga besimet personale, shpejtësia dhe thellësia e këtij ndryshimi shoqëror janë një fenomen historik i jashtëzakonshëm. Çfarë elementësh, shpirtërore, sociale apo personale, i japin një mesazh fuqinë për të ndryshuar botën kaq shpejt dhe kaq thellë? Kjo është një pyetje që meriton vërtet reflektim.